Prej ditësh, rrjetet sociale dhe media të rozë janë mbushur me spekulime mbi një ndarje të mundshme mes Marina Vjollcës dhe Geto Arselimit. Mungesa e postimeve të përbashkëta dhe daljeve të shpeshta publike ngriti dyshime tek ndjekësit duke u komentuar gjerësisht si shenjë ftohjeje në marrëdhënien e tyre. Por ndryshe nga zërat që qarkulluan, realiteti është faqur krejt tjetër. Çifti u fotografua së fundmi në Tiranë dhe në Prishtinë të qeshur e dorë për dore, duke dëshmuar se marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë e qëndrueshme. Pamjet e publikuara tregojnë një çift të qetë, larg tensioneve, të cilët zgjedhin të jetojnë jetën e tyre private pa pasur nevojë të ekspozojnë çdo ditë në rrjetet sociale. Marina dhe Geti prej kohësh kanë treguar se nuk ndjekin në ritmin e mediave dhe portaleve, duke mos e ndjerë detyrim të sqarojnë çdo thashë them. Në vend të fjalëve, ata flasin përmes pranisë së tyre dhe mënyrës se si qëndrojnë pranë njëri tjetrit. Në një kohë kur çdo mungesë postimi interpretohet si krizë, çifti duket se ka zgjedhur privatësinë dhe ekuilibrin mes karrierës publike dhe jetës personale. Pamjet e fundit janë një konfirmim i qartë, lidhja e tyre jo vetëm që vazhdon, por është më e fortë se kurrë.